Imagjino këtë skenarje në metrat e fundit të një maratone të gjatë. Ke lënë pas kilometra të mbushur me sakrifica, gëzim dhe pengesa dhe tani je në pikën ku çdo hap ka rëndësi, ku çdo rëshitje mund të kushtoj shtrenjtë. Dhe pikërisht në atë moment, shfaqet dikush që të hedh gur përpara një vëlla, një partner, një mik, ndoshta një fëmijë. Kjo nuk duhet të ndodhë, sepse, të themi të drejtën në këtë pikë të jetës tënde, gjëja e fundit që të duhet është pesha e pritshmërive të tjerëve mbi supe. Ti nuk je këtu për të qenë shpëtimtari i askujt, as duhet të sakrifikosh qetësinë tënde për premtime bosh apo ndjenja faji që nuk të përkasin. Kjo është jeta jote, jo e tyre. Të flasim hapur, ka njerëz që të kërkojnë gjëra që nuk duhej asnjëherë të kishin hyrë në rrugën tënde, gjëra që të marrin kohën, energjinë, madje edhe paqen e brendshme. Një goditje e drejtpërdrejtë ndaj lumturisë tënde dhe kjo nuk duhet të lejohet. A të ka ndodhur ndonjëherë? E ke ndjerë ndonjëherë veten si një bankomat emocional? Apo më keq si të jesh duke vozitur një vark që po fundoset, ndërsa të tjerët vetëm shikojnë? Mos harro, ne jemi këtu për të hapur syt dhe për të thënë me zë të lartë atë që të tjerët nuk guxojnë. Në këtë video flasim për 5 gjëra që askush nuk duhet të kërkojë në këtë fazë të jetës tënde, sepse ajo që ta rrëmben paqen e shpirtit nuk ja vlen. Qëndro deri në fund. Ky mesazh mund të jetë pikërisht shenja që të duhet për të mbyllur dyrë që kur nuk duhej t'i kishe hapur. Një prej tyre është të kërkohet të marrësh përgjegjësi që nuk është e jotja. Sa herë ke thënë po për diçka që në shpirt e dije se nuk ishte detyra jote? Shumë herë, apo jo? Dhe gjëja më e keqe e ke kuptuar vetëm pasi pesha ishte tashmë mbi supet e tua, një barë që kur nuk duhej ta kishe mbajtur. Këto histori fillojnë pothuajse gjithmonë me një nder të vogël, një ndihmë të përkohshme apo një emergjencë, por shpejt shndërrohen në një zinxhir që të lidh dhe të tërheq pa e kuptuar. Doje të ishe mbështetje dhe përfundove themel i gjithçkaje. Dhe sa më gjatë të vazhdoj, aq më e vështirë bëhet të çlirohesh. Mendo pak çfarë ndodh kur një litar ngarkohet gjithnjë e më shumë. Në një moment ai këputet, dhe ai litar je ti. Je përdorur si një rreth shpëtimi dhe tani pritet që të mbash në ujë një vark që duhej të kishte mësuar të notonte vetë. Por ti nuk je ky rreth shpëtimi dhe nuk ke pse të jesh, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për kohën apo paratë e tua, por për paqen tënde shpirtërore, shëndetin tënd emocional, jetën tënde. Ti kërkosh dikujt të marrë një përgjegjësi që nuk është e tij, do të thotë ti vësh në dorë një barë të rëndë dhe më pas të zhdukesh duke pritur që ai ta zgjidhë gjithçka. Dhe ti, me zemrën tënde të madhe, e mban këtë barë, sepse do të ndihmosh, sepse nuk do të dukesh egoist. Por më lejo të them një gjë, kjo nuk është ndihmë, kjo është abuzim. Ti ke bërë më shumë se sa mjaft. Ke dhënë, dashuruar, punuar dhe sakrifikuar më shumë nga sa shumë njerëz mund të imagjinojnë. Pse atëherë duhet të vazhdosh të mbash mbi shpinë diçka që nuk është e jotja? Mendo me kujdes, nuk je bank, por të kërkojnë para. Nuk je dado, por të lënë nipërit dhe mbesat si të ishte detyra jote t'i rrisësh. Nuk je kujdestar, por pritet të kujdesesh për të gjithë pa marrë parasysh se si ndihesh. Dhe kur refuzon, kur thua se nuk mundesh apo nuk do, papritmas bëhesh ti personi i keq. Kritikohet, gjykohesh, të ngarkojnë faj. Por kush i gjykon ata që të sollen në këtë gjendje? E vërteta është shumë njerëz e shfrytëzojnë dashurinë dhe ndjenjen tënde të detyrës. Të shohin si një burim, jo si njeri. Dhe kjo dhemb sepse ti jep gjithçka dhe merr pak ose as pak në këmbim. Vetëm kërkesa, akuza dhe pritshmëria që të vazhdosh të sakrifikohesh pa marrë parasysh nevojat e tua. Kjo është e pafalshme. Është sikur të ishe një çadër ku të gjithë vrapojnë kur bie shi, por sapo hapet qielli, të lënë të lagur, të hedhur në një qoshe, ndërsa ata ecin përpara. Sa herë do ta lejosh veten të përdorësh kështu? Po ta them qartë, kjo nuk është dashuri, kjo është abuzim emocional. Dhe nuk ka rëndësi nëse është fjala për fëmijën tënd, vëllain apo mikeshën më të mirë.
Nëse dikush të ngarkon me gjëra që nuk janë të tuat, nëse të rëmben qetësinë e brendshme, nuk je i detyruar ta pranosh. Nuk duhet të thuash po edhe kur është e vështirë të thuash jo, sepse të lutet me lot, fjalë të ëmbla apo me shantazh emocional në ambalazh dashurie. Pikërisht në ato momente duhet të pyesësh veten pse duhet ta paguaj çmimin për gabimet e të tjerëve. Nuk bëhet fjalë për egoizëm por për respekt. Dhe respekti fillon nga vetja. Nëse nuk vendos kufi, askush nuk do ta bëj për ty. Të vazhdosh të mbash barë që nuk është e jotja do të çojë vetëm në një fund ku je i lodhur, i frustruar dhe i padukshëm. Dhe kjo është një gabim që nuk mund ta përballosh. Jeta është e vetme dhe në këtë fazë të saj e meriton të jetosh në paqe. E meriton kohë për veten, për të shijuar çfarë ke ndërtuar, për të pushuar, për të realizuar ëndrat dhe jo për të shuar zjarre që kanë shkaktuar të tjerët, apo për të mbajtur ata që refuzojnë të ecin vetë. Hap syt. Nëse ndihesh si një rob në përgjegjësitë e të tjerëve, ka ardhur koha të këpullësh këto zinxhir. Nuk bëhet fjalë për ndihmë në kohë të vështira, por për një barë të huaj që kërkohet të mbash gjithmonë. Dhe më lejo ta them troç, kjo është një thirrje e qartë, mos e bëj. Ndalu së mbajturi fajet dhe borxhet emocionale të tjerëve. Jeta nuk pret, dhe ajo që nuk e zgjidh sot, nesër do të jetë edhe më e rëndë. Pyet veten sërish pse po i mbaj të gjitha këto, dhe nëse nuk gjen një përgjigje të mirë, është koha të lëshosh, sepse askush nuk do të kujdeset më mirë për ty se vetja jote. Nëse dikush të kërkon të japësh hua para dhe nuk është emergjencë e vërtet, mos e merr as në konsiderat. Imagjino po shijon kafen e mëngjesit në qetësi, sheh nga dritarja, merr frym thellë një moment pa qeje. Pa pritur bie telefoni. Është dikush i afërt, ndoshta djali yt, vëllai, një i afërm apo mik i vjetër. Të duket e çuditshme, sepse zakonisht nuk të telefonojnë. Dhe sa po përgjigjesh, kupton se nuk bëhet fjalë për ty por për para. Dhe nuk po flasim për një nder të vogël, por për një huadhënie të përkohshme që shndërrohet në një grop të thellë pa fund. Pikërisht këtu fillon një histori që askush nuk dëshiron ta përjetojë. Ajo që në fillim duket si një ndihmë e thjeshtë, mund të kthehet në një nga vendimet më të këqija të jetës sate. Të jemi të sinqertë, t'i japësh dikujt para borxh, sidomos në këtë fazë të jetës, është njësoj si t'i japësh çelësin e shtëpisë me shpresën se do ta kthejnë ashtu siç ishte. Por sa herë ke dëgjuar histori ku kjo nuk ka ndodhur, është e trishtueshme, por e vërtet kur jep para borxh, nuk jep vetëm para, por edhe qetësinë, shëndetin mendor dhe shpesh edhe besimin. Një goditje e drejtpërdrejtë ndaj lumturisë sate. Pikërisht tani, në këtë fazë të jetës, pas gjithë përpjekjeve, viteve të punës dhe përkushtimit, duhet të shijosh paqen që e ke fituar me merit. Mos bëj këtë gabim. Të japësh para borxh tani mund të jetë një nga vendimet më të shtrenjta që merr ndonjëherë. Nuk ka të bëjë me kooperaci, ka të bëjë me kujdes për veten. Sepse ajo që sot duket si një gest fisnik, nesër mund të kthehet në një katastrofë personale. Imagjino nëse të ndodh një emergjencë shëndetësore dhe pikërisht ato para që kishe nevojë i ke dhënë borxh. Çfarë do të bëje? Nuk bëhet fjalë për të qenë zemërgur apo për t'u kthyer shpinën të dashurve, bëhet fjalë për të mbrojtur veten, për të mos përfunduar duar bosh, ndërsa të tjerët përfitojnë nga bujaria jote. Siç po e sheh, ajo që fillon me një kërkesë të padëmshme, mund të çojë në një rrugë të dhimbshme dhe krejtësisht të panevojshme, një sulm i drejtpërdrejtë ndaj mirëqenies tënde. Është njësoj si të lësh derën e shtëpisë hapur dhe të shpresosh se askush nuk do hyjë të marrë atë që është e jotja. Por kur e kupton këtë, shpesh është tepër vonë, sepse ajo që të prish qetësinë nuk ja vlen. Paqja e brendshme është më e vlefshme se çdo gjë tjetër, dhe beso paratë që jep borxh rrallëherë kthehen me të njëjtën shpejtësi me të cilën dolën. Dhe pastaj vijnë këto fjalë: po ti je baba im, po ti je vëllai im, duhet të më ndihmosh. Pikërisht këtu fillon shantazhi emocional, të bën të ndihesh i bllokuar, manipuluar përmes ndjenjes së fajit, sikur një jo të ishte mëkati më i madh.
por ta themi qartë nuk je i detyruar të shpëtosh askënd nëse kjo do të thotë të fundosesh vetë. Jeta jote është e jotja, jo e të tjerëve. Nëse nuk je i lumtur, atëherë bëj një ndryshim. Të vazhdosh të vozitesh në një varg që po fundoset nuk është trimëri, është vetë shkatërim. Duhet të pranojmë se veprimet tona flasin më shumë se fjalët, dhe shpesh nuk e kuptojmë as kur dikush na shfrytëzon. Nuk po flasim për raste ekstreme, ku dikush ka vërtet nevojë, si për shembull një emergjencë mjekësore. Po flasim për ato kërkesa të vazhdueshme që shkatërrojnë kursimet e tua, ndërsa personi tjetër vazhdon jetën si të mos kishte ndodhur asgjë. Dhe më e keqja kur kuleta jote boshatiset, nuk ka kthim pas. Ti nuk je më në atë moshë që të fillosh nga zero financiarisht. Është si të ecësh në një rrugë me kthesa dhe të humbasësh pasqyrën e prapë me një mundësi e humbur për gjithmonë. Ndaj hapi sytë. Mos lyp vëmendje, dashuri apo respekt. Nëse dikush të kërkon vetëm kur ka nevojë, pyet veten: a është kjo dashuri e vërtet apo vetëm varësi e maskuar? Gabimi më i madh që mund të bësh është të rrezikosh të ardhmen tënde për njerëz që nuk e vlerësojnë fare atë, sepse ai që të do vërtet nuk do të vendos kurrë përballë zgjedhjes midis stabilitetit tënd dhe rehatit të tij. Nëse dikush vepron kështu, nuk meriton as kohën, as energjinë tënde. Është e pabesueshme, ke punuar gjithë jetën dhe pastaj vjen momenti kur duhet të justifikohesh pse do ta shijosh çka ke ndërtuar. Por e vërteta e hidhur është kush nuk të vlerëson, nuk meriton as kohën, as paratë e tua. Mëso të thuash mjaft, mos ki frikë të jesh ndryshe. Dhe më e rëndësishmja, mos ki frikë të thuash jo. Kujto paqja e brendshme është luks dhe duhet vënë në përparësi. E lehta nuk është gjithmonë e drejta dhe në këtë rast, ajo që është e drejtë është të mbrosh atë që ke ndërtuar me aq mund. Jeta nuk pret. Jeto tani. Mos lejo askënd të bëhet pengesë në rrugën tënde. Ky është momenti yt për të shijuar atë që ke ndërtuar, jo për ta parë teksa zhduket me një histori të trishtuar dhe një dorë të zgjatur. Ndaj, herën tjetër që dikush të kërkon ndihmë me një histori prekse, pyet veten: a mendojnë ata për mirëqenien time ashtu si unë për të tyren? Dhe nëse përgjigja është jo, e di çfarë ke për të bërë. Nuk ka të bëjë me të qenit jashtëpër por i mençur. E mira vjen kur e keqja mbetet pas. Dhe në këtë rast, e keqja është çdo person që të sheh si bankomat, jo si njeri. Të plakësh duhet të thotë qetësi dhe paqe, apo jo. Pas gjithçkaje që ke kaluar, imagjino një kohë të qetë, ku shijon frytet e punës sate, ke kohë për veten. Por pastaj, pa pritur dikush shfaqet dhe të kërkon të ndërhysh në një konflikt familjar. Presin që të jesh ndërmjetës, të zgjidhësh një konflikt që nuk e ke krijuar ti. Ndoshta është djali apo vajza jote që thotë: mami, babi, fol me vëllain tënd, nuk po shkon mirë. Pse nuk bën asgjë? Dhe pa menduar gjatë, hidhen në situatë si një gjyqtar në një betejë që s'është e jotja. Por sa po vepron, e gjen veten në mes të një stuhje që nuk e kishe imagjinuar kurrë. Dhe tani, imagjino diçka edhe më të dhimbshme. Fëmijët e tu zihen për trashëgimin e shtëpisë sa të shtëpia që e ke ndërtuar me shumë mund, plot kujtime dhe dashuri. Për ty është një streh, për ta bëhet para, një trofe në një betejë që duan ta fitojnë me çdo kusht. Ti je aty i pafuqishëm dhe sheh se si ajo që është e shenjtë për ty kthehet në shkak për ndarje e armiqësi. Një tragjedi. Sepse edhe nëse ndërhyn me qëllimet më të mira, shpesh arrin të kundërtën e ndes më shumë zjarrin, krijon më shumë arsye për gringje dhe largësi. Në fund, të bëhet e qartë një gjë shumë e dhimbshme. Nuk mund të riparosh atë që është thyer prej kohësh. Dhe ajo që dhem më shumë është fakti se ti shpenzon veten për të zgjidhur një gjë që nuk është në dorën tënde dhe për këtë paguhet një çmim i lartë. Qetësia jote, lumturia jote, madje edhe shëndeti yt vjen në rrezik. Dhe pastaj vjen mësimi më i hidhur nga të gjithë. E humbet veten duke u përpjekur me dëshpërim të ndihmosh. Jeta është e vetme dhe nuk duhet të shpërdorohet me drama që nuk janë të tua.
Tani ka ardhur momenti që të vësh veten në qendër të vëmendjes, të kërkosh qetësinë për të cilën ke luftuar aq gjallë. Nëse dikush të kërkon të ndërhysh në një konflikt familjar, pyet veten: a ja vlen vërtet të rrezikoj paqen time të brendshme për diçka që nuk e kontrolloj dot? Sepse, thellë në shpirt, ti tashmë e di nuk mund t'i shpëtosh të tjerët nëse për këtë fundosesh vetë. Jeta nuk ka të bëjë me zgjidhjen e betejave të tjerëve, por me mbrojtjen e asaj që të bën mirë asaj që të sjell paqe. Kjo nuk është egoizëm, është dashuri për veten. Dhe kur vendos të mos ndërhysh, nuk po e zhgënjen askën. Përkundrazi po zgjedh veten. Prandaj, kujtoje herën tjetër kur dikush të kërkon të marrësh anë në një konflikt familjar, dije nuk je i detyruar të mbash barrën e problemeve të tjerëve. Mirëqenia jote është më e rëndësishme se çdo dramë, sepse paqja që ke ëndërruar aq shumë nuk ka çmim. Mendo 2 herë nëse nuk je i lumtur, ndrysho diçka. Paqja nuk ka çmim dhe nuk duhet të shitet për asgjë. Mos e shpenzo energjinë për një luftë që nuk është e jotja. E vërteta dhemb e dim, por gjithashtu çliron. Thuaje thjesht: nuk do të ndërhyj dhe kaq. Nuk ke nevojë të shpjegohesh. Mos prano të bëhesh vetëm një figurë në një lojë që nuk është e jotja. Paqja e brendshme është një luks që duhet të vihet në përparësi, sepse nëse nuk e bën ti, do të mbetesh peng i një vendimi që kur nuk do duhej ta kishe marrë. Vendose veten në vendin e parë dhe fillo ta marrësh timonin e jetës sate. Ndalu së mbijetuari fillo të jetosh. Dhe mos e vër mirëqenien tënde në rrezik për gjëra që nuk janë në duart e tua. Dhe pastaj vjen kjo. Dikush të kërkon të ndryshosh mënyrën e të menduarit ose stilin e jetës sate. Çfarë ndodh kur dikush, qoftë djali yt, vajza, vëllai apo një mik i ngushtë të kërkon të ndryshosh? Si të thotë se koha jote ka kaluar. Si të mos kishte më vlerë ajo që ke jetuar dhe ndërtuar deri më sot. Beson kjo të godet drejt për drejt në zemër. Si të thonë, haro kush je. Si të mos kishte më vlerë jeta jote, përvoja jote, identiteti yt, sepse je më i moshuar, çdo gjë që bën përjetohet si gabim. Imagjino një ditë dikush të thotë: mos u vesh ashtu, dukesh si plak. Ose, a do të dëgjosh ende atë muzikë të vjetër? Apo edhe, mos fol kështu, nuk të shkon më me moshën. Ajo që ata bëjnë nuk është një kërkesë e thjeshtë për ndryshim. Ata përpiqen të marrin identitetin si të thoshin. Gjithçka që je, gjithçka që përfaqëson nuk vlen më. Dhe ky është një humbje që nuk rikuperohet. Sepse në vend që të shohin si një person me përvojë, të shohin si dikë që duhet të përshtatet për të hyrë në botën e tyre. Si të ishin preferencat e tua, kujtimet e tua dhe çdo gjë që të sjell gëzim të gabuara. Por në realitet, ata nuk po kërkojnë vetëm një përshtatje, por që ti të mohosh veten. Të fshish një pjesë të rëndësishme të vetes vetëm për t'ju përshtatur një bote që nuk të përfaqëson. Pyetja vendimtare është: pse duhet të ndryshosh për ta? Po me të drejtën tënde për të qenë vetvetja, çfarë ndodh? Po me të drejtën tënde për të shijuar atë që të pëlqen, për të veshur si do ti, për të dëgjuar muzikën që të kujton momentet më të bukura, ti ke arritur një fazë të jetës ku çdo pjesë e jotja është një thesar, jo objekt për kritik apo ndryshim. Dhe prap, ata thonë: babi, mami, boll me këtë tradicionalizëm. Duhesh të ndryshosh, dukesh çuditshëm. Çlirohu, ndrysho zakonet. Por kush tha që të jesh vetvetja është krim? Askush nuk ka të drejtë të tregojë si duhet të jetosh, sidomos kur ke jetuar mjaftueshëm për të ditur çfarë të bën mirë. Lirinë që ke fituar ndër vite nuk duhet ta shkëmbeje për një këshill të thjeshtë. Më e keqja është kjo. Nëse dorëzohesh, nëse fillon të dyshosh në veten tënde dhe ti përshtatesh të tjerëve, humb thelbin tënd. Shkatëron gjithçka që të bën unik, gjithçka që e ke ruajtur me aq përkushtim. Të flasim hapur nuk ka verbëri më të rëndë se ajo e atyre që nuk duan të shohin. Dhe ata nuk e shohin çfarë fshihet pas vendimeve të tua, nuk shohin vitet me përpjekje, sakrifica, mësimet e jetës.
Nuk kuptojnë se ti ke paguar një çmim për të jetuar një jetë të plot me ngritje e ulje, por gjithmonë besnik ndaj vetes. Ajo që në të vërtet kërkojnë edhe pse nuk e thonë është të heqësh dorë nga vetvetja. Por ti e di se nuk mundesh dhe as që duhet. Kujtoje këtë. Autenticiteti yt është pasuria jote më e madhe. Mos se jep për askën. Nuk bëhet fjalë për një ndryshim të vogël, por për një riformësim të plot të asaj që je. Dhe po ta them troç, është një dështim i sigurt, sepse nëse dorëzohesh dhe ndryshon vetëm për t'ju përshtatur të tjerëve, humb diçka që nuk kthehet më kurrë. Ajo që është sakrifikuar nuk rikthehet. Imagjino një ditë kur vetë fëmia yt të thotë: "Mos fol më për ato gjëra, janë të kaluarës." Harroi. Ata nuk kanë asnjë ide se çfarë do të thotë të jesh besnik ndaj vetes, çfarë do të thotë të qëndrosh i fortë kur të gjithë të thonë të ndryshosh. Më e keqja që mund të ndodhë është të lejosh këto fjalë të rrëmbejnë si të detyrojnë të ndalosh së qeni ti, për t'u kthyer në dikë që as vetë nuk e njeh. Imagjino të humbasësh identitetin tënd vetëm që të tjerët të ndihen mirë. Kjo është një rënje e dhimbshme dhe krejtësisht e panevojshme. Nuk ka gjë më të keqe se sa të heqësh dorë nga ajo që të bën të lumtur vetëm për t'u pëlqyer të tjerëve. Mos u lër të manipulohesh nga ndjenjat e fajit. Kjo është jeta jote dhe vetëm ti vendos si do ta jetosh. Nëse dikush të kërkon të ndryshosh diçka që të karakterizon, që të jep paqe, thjesht mos e bëj. Paqja dhe lumturia që ke ndërtuar gjithçka që të ka sjell deri këtu është më e vlefshme se çdo kritik apo këshill mirëdashëse. Mos jeto në pauzë për askën. Nëse zakonet, mënyra jote e të jetuarit dhe ajo që ti do të bën të ndihesh mirë, askush nuk ka të drejtë të ta marrë. Jeta është tani. Dhe ajo që ke jetuar deri më tani është e paçmueshme. Mos e humb energjinë kot dhe mos u kënaq me më pak nga sa meriton. Dhe kur dikush të thotë të ndalosh së qeni ti, vetëm që të tjerët të ndihen mirë, kujtoje. Jeta jote përbëhet nga zgjedhje. Dhe më e rëndësishmja është të qëndrosh besnik vetes. Është sikur të thonë, harro veten. E rëndësishme është që unë të ndihem mirë. Kjo është një goditje e drejt për drejt ndaj lumturisë sate, sepse ndërsa ata rehatojnë veten në botën e tyre, ti shuan dritën e jetës tënde vetëm që ata të shkëlqejnë. Mos e bëj këtë, sepse askush nuk ka të drejtë të kërkojë të heqësh dorë nga ajo që të përmbush. Kush ka vendosur që mirëqenia jote duhet të varet nga ndjenjat e të tjerëve? Sa herë që përballesh me kërkesa të tilla, është sikur të thonë: nuk ke të drejtë të jesh i lumtur. Nevojat e tua nuk kanë rëndësi. Ata thonë, bëje këtë për mua. Por nëse dorëzohesh, do ta kuptosh shumë vonë se dëmi është bërë, sepse ke sakrifikuar më të vlefshmen, paqen tënde të brendshme, atë qetësi që ke ndërtuar ndër vite, me çdo mësim, me çdo sfidë të te kaluar. Mos u kënaq me më pak nga ç'e meriton. Nuk mund të vazhdosh të jetosh sikur je vetëm një figurë dytësore në historinë e dikujt tjetër. Imagjino dikush të thotë një ditë: nëse nuk e bën këtë, do më lëndosh, do më zhgënjesh. Dhe papritmas ndihesh je bllokuar, si të mos kishin rëndësi ndjenjat dhe nevojat e tua, vetëm sepse dikush tjetër nuk di si të përballojë emocionet e veta. Mos e lejo ta bëjnë këtë me ty, sepse në fund askush nuk ka të drejtë të kërkojë të heqësh dorë nga vetja, vetëm për të kënaqur shpërthimet emocionale të dikujt tjetër. Jeta është e jotja, dhe vetëm ti vendos si ta jetosh. Ky është rrugëtimi yt. Mund të ndodhësh në situata ku duket e pamundur të jesh vetvetja pa lënduar dikë tjetër. Por ta dish një gjë, jeta jote nuk duhet të sillet gjithmonë rreth të tjerëve. Është si të thonë vazhdimisht: mos ma vështirëso jetën me zgjedhjet e tua. Dhe pa pritmas, ti duhet të përshtatesh, të heqësh dorë nga gjithçka që të përfaqëson, vetëm që të tjerët të mos ndihen në siklet. Por, çfarë ndodh me ndjenjat e tua? Me mirëqenien tënde? Nuk është egoizëm, është vetë respekt. Sepse nëse ti nuk e respekton veten, nëse nuk e vendos paqen tënde në radhë të parë, kush do ta bëjë?
Nëse vazhdon të udhëhiqesh nga pritshmëritë e të tjerëve, një ditë do të zbulosh se je bosh për brenda, se ke humbur atë që të përmbushte, atë që të jepte energji, që të bënte të ndihesh e gjallë. Dhe më e keqja do të humbasësh mundësinë e vetme për të qenë i lumtur, sepse kur vë veten në plan të dytë që të tjerët të shkëlqejnë, shuan dritën tënde dhe kthehesh në spektator të jetës tënde, ndërsa të tjerët vendosin si duhet të jetosh, të ndihesh dhe të veprosh. Mos e lejo të ndodhë. Ti e di çfarë ndodh kur dikush të kërkon shumë futesh në burgun e dëshirave të tjerëve. Dhe e vërteta është nuk duhet ta pranosh këtë. Më shumë se kur, jeta jote duhet të udhëhiqet nga ajo që të bën mirë, ajo që të sjell paqe. Mos u kënaq me më pak se sa meriton. Ka ardhur koha të vësh veten në vendin e parë. Ndalu së qeni rob i pritshmërive të tjerëve, ndalu së kënaqëritë të tjerët vetëm nga frika se mos i zhgënjen. Dhe nëse dikush të kërkon të vësh rehatinë e tij mbi lumturinë tënde, ndalu dhe thuaj mjaft, sepse lumturia jote, paqja jote e brendshme dhe vendimet e tua janë të paçmueshme. Mos e humb kohën me gjëra që nuk ndryshojnë të vërtetën, sado e dhimbshme të jetë. Nëse dikush nuk i respekton ndjenjat e tua, kjo është një shenjë e qartë që duhet të vendosësh kufi, sepse në fund të fundit vetëm një person ka të drejtë të vendosë si do jetosh jetën tënde ti vetë. Nëse nuk je i lumtur, nëse nuk ke paqe, nëse nuk je në harmoni me veten, atëherë është koha për ndryshim. Jeta është e vetme. Mos e harxho me drama dhe as me përpjekje për t'u përshtatur me pritshmëritë e të tjerëve. Nëse dikush të kërkon të jetosh për të dhe jo për veten, kujtoje. Kjo nuk është ajo që meriton në këtë fazë të jetës. Paqja dhe mirëqenia duhet të jenë prioritet. Mos lejo të tërheqin në konfliktet e tyre, të ngarkojnë me përgjegjësi që nuk janë të tuat, apo të luajnë me mirësinë dhe bujarinë tënde. Sepse kur e bën këtë, nuk po sakrifikon vetëm kohën dhe energjinë tënde, por edhe paqen dhe qetësinë shpirtërore. Të mësosh të thuash jo nuk është egoizëm, është mënyra për të mbrojtur atë që ke ndërtuar me mund paqen dhe lumturinë tënde. Kujtoje gjithmonë jeta jote është e jotja dhe vetëm ti mund të vendosësh si do ta jetosh. Mos lejo askënd të marrë atë që është më e vlefshme, paqen tënde të brendshme. Ka ardhur koha të vendosësh prioritete, të ndërtosh kufi të shëndetshëm dhe ta shijosh këtë fazë të jetës në maksimum. Kemi arritur në fund. Tani dua të dëgjoj zërin tënd. Cila nga këto pika të dukej më e njohura? A ke përjetuar ndonjë situatë të ngjashme? A ke bërë ti apo dikush përreth teje ndonjë hap për ta ndryshuar këtë realitet? Nëse ky video mesazh të ka ndihmuar, abonohu në kanal dhe shkruaj fjalën kyçe i paprekur në komente, do të marrësh një përshëndetje të veçantë në videon e radhës. Lër komentin tënd më poshtë, do të doja shumë të dëgjoj përvojën tënde dhe të di çfarë mendon. Faleminderit që more kohën për të parë, shihemi në videon tjetër.